Zgjedhjet parlamentare të majit 2025 treguan se numri I votuesve brenda vendit u reduktua me 200.000 persona në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Të dhënat zyrtare nga KQZ referojnë se votuesit e brendshëm kishin rënje të fortë në qarkun e Beratit me 17%, e ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Gjirokastra me rënje 16%. Këto qarqe prej vitesh po përjetojnë kombinimin e faktorëve të emigracionit të vazhdueshëm dhe plagjes së popullsisë, duke reduktuar bazën e votuesve rezident. Rënja ka si faktor kryesor emigracionin, pasi sipas të dhënave të Eurostat në vitet 2022 dhe 2023 kishin emigruar nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian rreth 100.000 persona. Nga gjithësi 1.661.176 votues brenda vendit në vitin 2021, këtë vit në kutitë e votimit u paraqitën 1.461.899 qytetar, ose 12% më pak në nivel kombëtar. Tirana është qarku me peshën më të madhe me rreth 449.667 votues më 2025, me rënje 7.8% në krahasim me 2021-shin. Me gjithë rënjen, Tirana përfaqëson 30.8% të elektoratit aktiv nga 29.4% në vitin 2021, duke forcuar rolin vendimtar të kryeqytetit. Në qarqet e tjera të mëdha, Fier, Durrës dhe Elbasan, rënja ishte dyshifrore. Këto qarqe humbën së bashku mbi 70.000 votues. Në qarqet e Veriut, Kukës, rënja ishte 10%, në Lezhë 9.3%, në Dibër rreth 10% dhe në Shkodër 15%. Kuksi ka rënje më të ulët pasi ka pësuar valë të fortë emigracioni para 2021-shit, ndërsa në qarqe të tjera si Shkodra, ikja e popullsisë ka qenë konstante. Sipas të dhënave të Cens 2023, Shkodra ishte qarku me rënjen më të madhe të popullsisë në krahasim me 2011-ën. Numri I votuesve nuk lidhet plotësisht me numrin e popullsisë mbi 18 vjeç, pasi shumë persona nuk kanë mundur ose nuk kanë dashur të marrin pjesë në votime. Popullsia e vendit është një tregues dinamik që ndryshon në bazë të lindjeve, vdekjeve, emigracionit e të tjerë. Për krahasimi I dy të dhënave fikse mbi numrin e votuesve tregon një trend rritës të kurrjes së popullsisë në vend. Sondazhet kanë treguar mosbesim të lartë të rinjve ndaj ofertës partijake, duke bërë që shumë prej tyre të mos marrin pjesë në zgjedhje. Kjo tendencë mund të jetë rritur më tej më 2025-ën. Faktorët ekonomik gjithashtu me rritjen e kostos së jetesës dhe mungesa e iniciativave sociale ulën interesin për pjesëmarrje në votime. Migrimi I brendshëm I paregjistruar e shton hendekun midis listave dhe realitetit, duke bërë që qytetarët të figurojnë por nuk votojnë. Lodhja politike dhe mungesa e alternativave konsiderohet si arsye tjetër që përpakson votuesit, duke shtuar mosbesim se vota sjell ndryshim real. Nëse tendenca nuk frenohet, partitë do të përballen me një elektorat gjithnjëherë më të vogël dhe më të përqendruar në kryeqytet, ndërsa legitimiteti I proceseve zgjedhore do të varet gjithnjëherë më shumë nga përfshirja reale e diasporës dhe përditësimi I regjistrave civil.